Përshëndetje. Për popullin e Trevës Kavajës dhe përmbar popullin shqiptar, adheu dhe liria kanë qenë dhe janë të shenjta. Në historinë e saj shumë çarkullore, populli liridashës i Trevës së Kavajës nuk e ka kursyer mundin, sakrificën dhe jetën për rrugën e tërësisë toksore të vendit dhe lirinë e tij. Sa herë që është lipsur kontributi i tij për të marrë në dorë fatet e vendit, apo luftën për mos i lëshuar mikut asnjë pëllon tokë, ai ka qenë gjithmonë aty, duke sakrifikuar për të mirën e adheu. Kjo ndodhi edhe në luftën për mbrojtjen e Shkodrës kundër ushtrive serbo-malazeze. Në këtë luftë morën pjesë katrave e Kavajës, një batalion vullnetar mbi 500 vetë. Rrethimi i Shkodrës u bë me 28 tetor të vitit 1912 deri në 23 prill 1913 në kuadrin e luftës së parë ballkanike kundër forcat perandorisë osmane. Korpusi i Shkodrës në komandën e Hasan Riza Pashës dhe Asad Toptanit rezistoi për gati 7 muaj dhe ja dolën të shkaktonin dëmë të mëdha forcave pushtuese serbo-malazeze. Kjo mbrojtje heroike e Shkodrës ku rol të rëndësishëm luajtën dhe forcat vullnetare të Trevës Kavajës, krahas forcave vullnetare të Trevës të tjera shqiptare, pati jehon të madhe në kancelarisë europiane, që i detyroi të marrin qendrim dhe të mbledheshin në Londër për të arritur një marrëveshje nga ana e ministrave të jashtëm të fuqive të mëdha, ku rol të rëndësishëm në lutja Austria, e cila kundërshtoi synimet shoviniste serbo-malazeze e më gjërë. Luftën për mbrojtjen e Shkodrës kundër agresorëve serbo-malazez, ku morën pjesë dhe shumë vullnetarë të Trevës Kavajës, është një ngjarje e madhe në historinë tonë kombëtare, së cilës nuk i është kushtuar rëndësia dhe vëmendja që meritonin, sidomos edhe për kontributin e rëndësishëm që luajtën në këtë luftë, heroizmi dhe patriotizmi i luftëtarëve të Kavajës nga Treva dhe saj. Gjeografia e mobilizimit të këtyre forca është një çështje e patrajtuar siç duhet nga historiografia shqiptare. Ky është dhe synimi i këtij simpoziumi për të vënë në dukje këtë kontribut nga luftëtarët vullnetarë të Trevës Kavajës. Synimi i luftëtarëve shqiptarë në luftën për mbrojtjen e Shkodrës ishte të merrin Shkodrën nga një pushtues i ri i cili donte të tjetërsonte qytetin e Shkodrës dhe banorët e saj, ndërsa turqët luftonin për dinjitetin e tyre ushtarak e kombëtar për të mos rënë në rob të serbo-malazeve si dhe për interesat politike dhe ushtarake të tyre. Lufta e Shkodrës zbuloi edhe një herë botën shqiptare me gjithë madhështinë dhe tragjizmin e historisë sonë. Kjo luftë zbuloi të kaluara lavdishme, dhimbjen, mjerimin, prapambetjen, aftësitë e popullit për të mos u përkulur traditat, zakonet, psikologjinë e një populli luftëtar e trim për liri e pavarësi. Është për të shprehur me kënaqësi fakti që për mbrojtjen e Shkodrës morën pjesë vullnetarë nga një numër i madh krajinash të Shqipërisë, ku do të veçonim edhe forcat vullnetare të Trevës Kavajës. Lufta e Shkodrës u zhvillua midis ushtrisë turke në komandën e Hasan Riza Pashës dhe vonë të Asad Pashës dhe ushtrisë serbo-malazeze. Atmosfera e luftës dhe e trimërisë së vullnetarëve Kavajës për luftën për mbrojtjen e Shkodrës e rriti krenarinë qytetare kavajse. Në këtë luftë ishte rritur dashuria për adheun, familjen, shokët, me dhimbjen dhe krenarinë të lishme. Këtë e provoi më së miri dhe lufta e rritit të burrave të Kavajës ku morën pjesë në luftën heroike për mbrojtjen e Shkodrës nga synimet shoviniste serbo-malazeze. Luftëtarët e Kavajës e shprehin dhimbjen, përkujdesjen, dashurinë dhe për të gjithë luftëtarët e tjerë shqiptar, dhe pse jo edhe për luftëtarët turq që luftonin për një llogore me luftëtarët shqiptar, ndalen me ta kafshatën e Bukës, pinë ujë në një pagure, i mbajnë në krah kur plagose apo ndonjë problem tjetër jetës së tyre. Batalioni vullnetar i Kavajës kishte namin më të mirë për djem shumë miqësor, por edhe për shumë trima gjatë luftimeve kundër armikut. Burrat trimët e Kavajës përjetonin me shumë dhimbje kur një luftëtar vritej në fushën e betejës dhe i ndaronin një lloj me të rënët e tyre luftëtarët e tjerë që bien në fushën e betejës. Shumë miqësi ato lidhen me luftëtarët e banorëve të Trevës së Shkodrës, duke nisur edhe nga e kaluara e tyre. Komandantët e kësaj lufte, sidomos Hasan Riza Pasha për palën turke dhe Asad Toptani për palën shqiptare, vlerësonin mjaft kontributin e batalionit vullnetar Kavajës. Edhe atë gjerfishta lavdronin luftëtarët Kavajës për një shtëpi që për shtëpi kishin llogoret e Luzuk, ku qëndronin të paerpur e trima duke marrë si shembull heroizmin e sakrificës këtë luftë për mbrojtjen e Shkodrës ka pushtimi serbo-malazez. Gjatë luftimit që u zhvillua në nëntor 1912, luftëtarët Kavajës bën qëndres shumë të fortë, duke pasur edhe më shumë të rënë. Me ndërim shumë të madh, u përcollën edhe 26 të vrarë. Pavarësisht nga keqardhja e humbjes së shokëve të tyre, ata qëndrojnë trimërisht për betejat e ashme.
Pas këtyre ngjarjeve dhe vështirësive të krijuar, vinë më pak letra e lajme nga Kavaja për shkak edhe të rrethimit serbo-malazez, duke shtuar për mungesën e informacionit mbi gjendjen e të rrethuarve. Pavarësisht se vëmendja e popullsisë së Trevës Kavajës ishte e përqendruar te përcjellja e ngjarjeve për luftën në mbrojtjen e Shkodrës, nga gjiri i popullit të Kavajës dhe të tjerë patriotë ishte angazhuar të dilin faqe ballë përpara historisë shqiptare. Unë nuk po lexoj këtu për sa i përket kontributit që dhanë edhe për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë kur shpallet në 28 nëntor 1912. Të gjithë këto ngjarje që ndodhin në Kavaj, u dha më shumë morale qendresë më të fortë luftëtarëve të Kavajës, të cilët me këtë akt ishin të parët e më të mirëve, pushka ju duk më e lehtë, atë ditë edhe mundimet e luftës u përcollën pa u ndier. Tani luftëtarët e Kavajës ishin të parët në vijën e frontit me burrat e saj që po bënin ballë ushtrisë serb-malazeze. Ngritja e flamurit të pavarësisë dhe sigurimi i kalimit dhe udhëtimit pa probleme të Ismail Qemalit me afër 100 kilometra e duke dorëzuar shëndoshë mirë vlonjave e të gjithë shqiptarëve në ngjarje që bëri jahon të madhe për para luftëtarëve të Kavajës dhe për të gjithë Shkodrën që luftojnë për mbrojtjen e tokëve shqiptare nga pushtuesit serbo-malazez. Ju lumt ju Kavajësve, thirrni vullnetarët e tjerë që merrin pjesë në luftën për mbrojtjen e Shkodrës. Dhe me këto fjalë dashamirëse, ato shoqëroheshin me përqafime e gëzime nga të gjithë luftëtarët. Po më të gëzuar dhe gati në delir ishin luftëtarët e Kavajës, prandaj flite shumë midis luftëtarëve se është më mirë të kesh një mik nga Kavaja sepse dinë të dallojnë të qenë hallet e tjera me të gjithë kombët e vërtuar kjo edhe nga ngjarjet e mëvonshme. Ato gjithmonë kanë qenë në lavdishëm edhe domosdoshëm për Shqipërinë. Shikoni, ato nuk mburren kurrë për atë që bëjnë. Thonin luftëtarët e tjerë vullnetarë. Edhe nga kalaja e Shkodrës u dëgjuan të shtëna për të përcjellë këtë lajm të rëndësishëm të gëzueshëm të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntor 1912. Megjithatë, shqiptarët e Turqit vazhdojnë që ndresin, por me atë forcë e ritëm si më parë për të mbrojtur Shkodrën nga pushtuesit serb-malazez. Mbresë të pashlyeshme pati edhe 25 nëntor te popullsia myslimane e qytetit Kavajës veprimi i qytetarit të nderuar Anastas Tirana, i cili ankesën e një ortodoks i Kavajës te koloneli Popović, që ishte komandant i trupave pushtuese serbe, se ata në çmoshin e vendoheshin nga besimi i tyre ju kundërvu. Duke qenë ortodoks, Popović i tha ankusit se nëse është e vërtet, do ta mbushte Kavajën gjithë koka të prerë muslimanësh. Ai mori pjesë në mbledhjen e këshillit të kishës së Kavajës për të marrë vesh të vërtetën. Anastasia kundërshtoi ankusin duke argumentuar se ata shkonin mirë me muslimanët, se ata po të donin të bënin keq e kishin në dorë se kishin shumicën e popullsisë kavajse. Dhe ata kishin bërë shumë kërshqime ortodokse. Fjalët e mençura reale të Anastasit dhe bindën Popovićin. Ai bashkë me ushtritë i u largua për të pushtuar Durrësin. Ky veprim e forcoi edhe më shumë unitetin e respektin fetar shekullor të popullit të Kavajës. Veprimet luftarake vazhduan për mbrojtjen e Shkodrës, meqense dhe vetë Riza Pasha, duke parë se nuk ishte më në gjendje dhe nuk kishte ndihmë nga turqit dhe i vendosi për të dorëzuar Shkodrën, edhe tha u përpoq që të alinte shqiptarëve udhëheqjen duke rezistuar dhe vetë bashkë me ta. Ai u përgjigj të gjithë kërkesave të slavët me përbuzje. Do veprojnë në përshtatje me vendimin e konferencës ambasadorëve e do të vijojë luftën. Shkodra është qyteti i Shqipërisë dhe kurrë nuk do të dorëzojë atë. Në fillim të janarit 1913, ai deklaroi se nuk do ta mbronte më Shkodrën në emër të Turqisë, por të Shqipërisë. Luftime të shumta dhe të tepërta ashpra u zhvilluan gjatë janarit të vitit 1913, ku pati edhe shumë të vrarë, por qendresa vazhdoi pa ndërprerje dhe fuqishme. Gjatë këtij muaji intensiteti i luftimeve që mjaft i lartë në të gjitha fushët e betejave. Mjaft lutetarë u plagosën, pati edhe 43 të vrarë nga Treva e Kavajës, sidomos nga radhë e atyre që luftojnë në Bardhë e Tarabosh. Vdekja e shumë luftëtarë ishte pjesë e luftës. Flejimi i tyre ishte dëshmi e gjallë e qendresës për mbrojtjen dhe shpëtimin e kombit shqiptar. Burrat e Kavajës si luftëtarë në këto betejë u shquan për gjendëshmëri të më të rrallë. Trupet e tyre i shikoi gjithë plagë të fashuar kudo. Guri i vrat i Vatrës e mbrojti nga plumët që goditi luftëtarën e Kavajës Azbishej. Ju kujtua këshilla e mençur e nënës së tij, e cila i dha gurin që e mbajti ngrohtë gjatë dimrit dhe e mbrojti aty nga vdekja. Luftëtari Ymer Bishqemi, i plagosur rënd në Tarabosh, i la amanet shokut të tij Ali Tallushit që të mos e ulin intensitetin e luftës, por ta vazhdojnë atë.
Shikoj Ali pamjen time. Vdekja po më vjen shumë e ëmbël. Po thuajse nuk po i ndjej plagët e marra nga gjylja e topit. Më varros e mos më lë trupin njerëz se na shojnë agresiat natën. Varri më bëj me gur se këtu në Tarabosh nuk ka dhe. Mbi varr më vendose edhe qeleshen, më gërvisht në gurin e varrit tim emrin. Nënën si me humës i thoni se si luftova dhe këto 4 muaj dhe si vdiqa. Nëse lindin djem nga të afët e mi Lia Amanet e të më trashëgojnë emrin dhe si djalë, se djali të bëhet këngëtar si unë, të më bëj halal qumshin që më ka dhënë. Pushkën time jepja djalit që ja pata premtuar në Kavaj. Atë ditë që u regjistruan vullnetarët e zyra e Kimetit. Jepi dhe torbën time me vishek. Hallat ma bëj dhe ti, Ali, dhe fshi lotët. Tani merre që finët e mia, mi bështjell dhe më kryej rritet e varrimit si pas zakonit, tha fjalët e fundit dhe vdiki qetë në krahët e Aliut, duke u lehtësuar se kishe kryer me nder detyrën që kishe ngarkuar për mbrojtjen e dheut. Shokët e varrozën me të gjitha nderimet dhe me batare pushtës. Lufta rrëmbeu dhe shumë luftëtarë të tjerë. Episodet të tilla trimërie dëgjohet çdo herë për kavajësit dhe llogarit e luftës. Luftimet vazhduan midis vështirësive të shumta për të këndresë të vazhdojë edhe pas vrasjes së Hasan Risa Pashës. Këtë luftë heroike të burrave të Kavajës e vlerësojmë si një ngjarje shumë të rëndësishme për popullsinë e Trevës Kavajës, ku dhanë jetën 168 veta dhe me qindrat e tjerë u plagosën nga tetori me 12 deri në prill 1913. Shumë prej tyre u shpallën dëshmorë të dheut pas demokracisë. Nder dhe respekt për këta burra e Trimit Kavajës që dhanë jetën për liri e pavarësi për mbrojtjen e Shkodrës nga ushtria serbo-malazeze.